E ftuar në një emision ka qenë Selim Pollati dhe gjatë gjithë emisionit ajo është vënë përballë pyetjeve të Brikenës, e cila nuk ka nguruar ta ngacmojë rreth aludimeve të shumta që po çakurllojnë së fundmi në rrjetet sociale mbi një krizë të mundshme mes tyre. Pas aludimeve në rrjet, Brikena ka pyetur drejt për drejt Selimin se pse ajo dhe Gjesti nuk e ndjekin njëri tjetrin në Instagram dhe nëse ka ndonjë hatërmbetje apo diçka më tepër mes palëve. Ajo ka vendosur të sqarojë një herë mirë këto zëra, duke treguar se e vërteta është kritikisht ndryshe nga ajo që mendon publiku. Ajo ka theksuar se mes tyre nuk ka ndodhur asnjë sherr dhe se raporti i tyre bazohet mbi të gjitha te respekti reciprok në jetën reale. E vërteta është që unë dhe Gjesti kurrë kemi qenë follow në Instagram dhe nuk mendoj që respekti mes dy palëve mund ta bëjë një follow në Instagram, u shpreh ajo. Me te i partnerja DJ Gimbos shpjegoi se bashkëpunimi dhe marrëdhënia e tyre ka qenë gjithmonë me shkëlqyer kur bëhet fjalë për punën dhe projektet muzikore, pavarësisht asaj që duket në rrjetet sociale. E rëndësishme është që kur kam qenë prezente në projektet e djemve, Gimbos dhe Gjestit, respekti ka qenë gjithmonë maksimal dhe njerëzit nuk e dinë çfarë ndodh pas kuinkave. Ai që shikojnë është qëstimi follow në Instagram, por s'kemi qenë kurrë dhe s'ka ndodhur asgjë që t'i heqin follow njëri tjetrit, përfundoi ajo duke shtuar çdo dyshim të mundshëm për ndonjë konflikt mes tyre. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.